السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا الأذان نداء يرفع في الأرجاء للكل والإخوان، فكان نداء للتوحيد ودعوة للصلاة وعبادة الله الواحد الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في كل الأزمان، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë ja dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu që na zgjati jetën tonë dhe na e mundësoi që na të I arrim këto dita të mirësisë me të cilët kaluam, dita të begatshme të gëzimit tonë të Kurban Bajramit, që na lutim Allahun Gjelle Gjelaluhu që Allahu Dhul Gjelal të ketë pranuar gjithë sakrificën, veprat dhe gjitha punët e mira të bëra gjatë këtyre ditëve, dhe ja vazhdon jeta jonë që na përsëri të inkuadrohemi në mësimin e feston dhe në shpjegimin e dispozitave të disa gjërave të cilët neve na interesojnë, dhe na vetëm jemi në shpjegimin e një dispozitës së hapur, e cila është thirrja hyjnore, ku me të vërtetë në to e kemi zgjatur shpjegimin, por do të ngelim dhe pak na ka ngelur në disa mesele dhe disa dispozita që na të shpjegojmë në to, për arsye se shpjegimi në këto mesele nuk është se njeriu si çdo herë kthehet në to, por nëse shpjegohen mendoj një herë dhe pastaj ngelin inshallah dhe në inqizimet të cilët do të ngelin, kush do të dëshiron mundet që të kthehet pastaj në ato shpjegim, është si kapitull I gjerë, është kapitulli I thirrjes së ezanit dhe ikametit, që me të vërtetë në librin e fikhut është kapitull I gjerë, dhe se dietarët në to kanë derdhur mundin e tyre për të na I shpjeguar dispozitat të cilët kanë të bëjnë në këtë kapitull të gjerë, dhe neve na nevojitet që të dim një herit e pastaj të ngel si argument se si të veprojmë në çështjen e kësaj thirrjeje. Ke ajo ai që din të thirr, ke ajo ai që nuk din të thirr, spaku këto mesele një herë I kemi ndëgjuar dhe I kemi kuptuar se në ta dietarët mundin e tyre e kanë derdhur për të na shpjeguar këto dispozita të gjëra të mëdhaja që ja vlen që na të inkuadrohemi në to me shpjegim. Dhe se padyshim na ngelëm në një ders të kaluar që shpjeguam për një pozitë të thirrësit të këtij ezani dhe të muezinit në thirrjen e ezanit dhe ikametit. Përderisa shpjeguam se si qëndron dispozita e atij I cili qëndron në këmbë duke thirrur ezanin. A duhet të qëndron vetëm në këmbë, çka nëse ai e thirr ezanin ulur? Pra ngelëm të shpjegojmë njohjen e kësaj dispozite, njohjen e këtij vendimi dhe këtij hukmi, çka nëse muezini e thirr ezanin ulur apo ikametin. Dhe padyshim
se në to ndryshon o vëllezër kjo dispozit pak më e gjërë. Nëse ai ka arsye për të e thirrur ulur, apo nëse e thirr ulur pa patur ndonjë arsye, pa patur ndonjë shkak me të cilën ai e thirrun atë. Dhe mendimet e dietarëve pra na shpjeguan në vëllezër dietarët e jurisprudencës islame, duke shkuar në atë se ndarja e kësaj çështje si dispozit që na duhet vlerësuar dhe ditur, e ajo është se thirrja e ezanit ulur në moment kur nuk ka arsye, apo në moment kur ka arsye. Pra mendimet e dietarëve u ndon nëse ka arsye dhe nëse nuk ka arsye. Padyshim, sikur që na shpjegoi dhe Imam Nevaviu rahimullah, që tha se dietarët janë të bashkimit në ato se sunneti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është sunnet qëndrimi i thirrjes së ezanit në këmbë dhe i kametit dhe i kthyer nga kiblja. Por nëse pa arsye dëshiron që të ulet dhe ta thirrë ezanin ulur, si qëndron kjo dispozit të dietarët, normal që e kanë urryer dietarët të vëllezër që të thirret ezani nëse në to nuk ka arsye ulur. Po nëse ka arsye, shumica e dietarëve thanë se nuk është problem, dhe se vlen ezani që në to thirret. Nëse thirret, pra me ndonjë arsye, ka i shkaku i sëmundjes, apo diçka sikur që ishte arsyeja e Ebu Zeidit, një sahabiju të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e pat plagosur këmbën e tij në një luftë prej luftave në rrugën e Allahut xhela xhelaluhu, dhe tha e shikonim kur ai e thirrte ezanin duke qenë ulur. Shumica e dietarëve shkuan në atë se përderisa ka arsye, nuk është problem që ta thirr ezanin dhe i kametin ulur. Përveç Imam Malikut, i cili tha se lejohet ta thirr ulur, mirë po nëse e thirr për vetveten e tij, e jo që ta thirr dhe për xhamatin apo për të tjerët. Kur kemi folur dhe kemi shpjeguar çështja e dispozitës së thirrjes së ezanit, si thirret ezani kur je dhe vetëm, edhe kur thirret për xhamatin dhe për të tjerët, për njerëzit, e kështu me radhë, pra në ato që kuptimi është i gjerë vëllezër se duhet ditur, pra në këtë çështjen përderisa ka arsye, pra pëlqehet dhe nuk është e urrejtur te dietarët e të gjithë, pra duke qenë shumica e dietarëve se nëse ka arsye e thirr atë ulur nuk është problem. Si qëndron dispozita, si qëndron vendimi dhe hukmi, nëse e thirr ezanin ulur pa ndonjë arsye, pa ndonjë shkak, apo i kametin, e në to ndryshuan mendimet e dietarëve. Në ato të cilën shkuan shumica e dietarëve të njohur si medhhebi Maliki, Shafi'i, Hanbali, dhe medhhebi Hanefi, por medhhebi Hanefi pak u detajizua në këtë çështje, tha se urrehet që të thirret ezani ulur pa ndonjë arsye apo i kameti. Dhe medhhebi Hanefi u detajizua pak më shumë dhe tha, nëse e thirr ezanin për vetveten e tij nuk urrehet ulur, por nëse e thirr për të tjerët tha atëherë urrehet. Pra u bashkua me shumicën e dietarëve të jurisprudencës islame që na shpjeguan këtë dispozit dhe këtë vendim. Derisa disa të tjerë, mendimi i dytë i dietarëve të cilët shkuan në atë se nuk urrehet edhe nëse nuk ka arsye thirrja e ezanit ulur apo i kametit. Por derisa në këtë mendim shkuan si dietari i njohur Ebul Faraj nga mezhebi Maliki, dhe Ebu Thaur nxënësi i Imam Shafiut nga mezhebi Shafi'i, një transmetim nga mezhebi Hanbali, në ato se nuk urrehet edhe ezani është valid dhe është i sakt edhe nëse e thirr ato pa ndonjë arsye ulur. Pra në këtë o vëllezër shkuan dietarët në shpjegim që na ta kuptojmë se çështja është që nëse shef ndonjëherë dikant që e thirr ezanin ulur, padyshim se vlerësimi është në atë që të jetë në këmbë dhe se kështu ishte e njohur si sunet i thirrjes së ezanit dhe i kametit në këmbë dhe i kthyer nga kiblja. Po çka nëse ndodh që e thirr ulur
Edhe nëse nuk ka në të arsye, pra mendimin ku cekëm të Ebul Faraj, prej këtyre djetarëve të mëdhebit Maliki dhe nxënësi Imam Shafiu të Ebu Thauri, dhe këtë mendim e zgjedh dhe Ibn Hazmi rahimullah, i cili ajna e bëri një dallim të shpjegimit ku tha se vlerësimi dhe vlera më e madhe është dhe ka më shumë vlerë të thirret në këmbë si ezani dhe ikameti dhe i drejtuar nga kiblja, mirë po nuk urrehet dhe ezani tha është valid dhe është i sakt nëse ai thirret dhe ulur. Pra në këtë çështje e sqaroi Ibn Hazmi pak më gjerë dhe më mirë, duke na treguar se argument nuk kemi tha në urrejtjen e saj, por derisa Allahu xhelle xhelaluhu tha i ka sqaruar në Kur'an kur tha wa qad fassala lakum ma hurrima alaykum illa ma turirtum ilay. Allahu xhelle xhelaluhu tha ju ka shpjeguar qartë dhe i ka sqaruar ato të cilat janë të ndaluara përveç atëherë kur detyrohemi për çështje. Pra për kur detirohet njeriu, atëherë në to pra ngritet dhe ndalesa e cila është ndaluar në anën sheriatike. Prej dietarëve të cilët shkuan në ato vëllezër se duhet që të rikthehet edhe njëherë ezani nëse e thirr ulët pa ndonjë arsye, ishte një mendim që ndjeku dhe pasoi Ibn Hamid nga mezhebi Hambali dhe e vlerëson Sheh Islam Ibn Taymi rahimullah këtë mendim se nëse e thirr ulur pa ndonjë arsye, ai duhet ta përsërit thirrjen e ezanit edhe një herë. Por kjo është mendimi i shkurt që na pak a shumë të njoftohemi dhe një ashtu rrjedh që të dim një mendim tjetër apo një dispozit tjetër e cila është dhe ajo është thirrja e ezanit dhe ikametit për kalorsin nëse është hypur në kal apo në mjetin e udhëtimit të tij. A lejohet thirrja e ezanit që të thirret në kal hypur apo në mjetet e udhëtimit të cilët janë edhe më herët është e ditur se si kanë qenë mjetet e udhëtimit pra hypur në deva apo në kal e kështu me radhë. Pra si qëndron mendimi i dietarëve vëllezër edhe argumentet se si rrjedhin në çështjen e kësaj dispozite dhe këtij vendimi. Thirrja e ezanit duke qenë hypur në kal apo në mjet të udhëtimit. Dhe në këto dietarët ndryshuan në mendime edhe klasifikuan pak këtë temë dhe këtë çështje derisa u nda pra çështja e thirrjes së ezanit dhe ikametit të kalorësit hypur në mjetin e udhëtimit të tij, nëse është në udhëtim dhe nëse nuk është në udhëtim. Nëse është në udhëtim, pra nëse është seferi. Nëse është në udhëtim, dietarët e vëllezër u bashkuan një shumica e dietarëve të cilët shkuan edhe thanë se nuk është problem që të thirr, por e ndajtën ezanin dhe ikametin. Çështja e ezanit thirrjes së kalorësit hypur mbi kalin e tij apo mbi mjetin e udhëtimit të tij, shumica e dietarëve të përgjithshëm shkuan në ato se lejohet dhe nuk është problem që të thirret ezani në mjetin e udhëtimit të tij, duke qenë hypur që ta thirr ezanin. Edhe gati se sjell Ibn Mundhiri konsenzus të dietarëve ixhma se thirrja e ezanit të kalorësit hypur kur është në udhëtim është e lejuar dhe nuk është problem. Por dikush prej dietarëve shkoi në ato se është e urryer, sikur që vjen një mendim nga Ata ibn Abi Rabah, i cili është njëri nga dietarët e mëdhenj të tabiinëve dhe transmetim nga mezhebi Hambali e kështu me radhë, por ajo e cila është e njohur se për thirrjen e ezanit në mjetin e udhëtimit hypur, duke qenë hypur nuk është problem që të thirret ezani. Por si qëndron çështja o vëllezër, për arsye se këtë një argument që vjen, hadithi është i dobër, por transmeton Imam Tirmidhiu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një udhëtim kur ka qenë, tha kur vjen koha e ezanit e urdhënon Bilalin radiallahu anhu që ta thirret ezanin dhe ai duke qenë hypur në mjetin e udhëtimit të tij. Një ashtu mendimi i dietarëve si qëndron në thirrjen e ikametit kur është kalorësi hypur në kali apo në mjetin e udhëtimit të tij, atëherë në këto ndryshojnë mendimet
Përderisa kalorësi dhe ai udhëtari i cili është në udhëtim për në çështjen e ikametit, për thirrjen e ikametit, ndryshuan mendimet e dietarëve dhe shkuan në ata se urrejhet të thirret ikameti në mjetin e udhëtimit të tij hypur. Edhe kjo është mendimi i mëdhëbit Hanefi dhe Maliki, që e urryen të thirr ikametin në mjetin e udhëtimit. Mendimi tjetër i dietarëve tha nuk urrejhet një ashtu dhe ikameti, e në to shkuan mëdhëbi Shafi'i dhe Hanbali dhe thanë se nuk urrejhet që të thirret dhe ikameti në mjetin e udhëtimit. Mirë po, padyshim se argumentin e tonë nuk ka që e ndalon kështu prerë çështjen e anës së ikametit, mirë po, dietarët u bazuan në disa vepra edhe të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur që është një vepër në anën e urrejtjes së thirrjes së ikametit në mjet të udhëtimit, por ati i cili është udhëtar seferi, tha transmeton Ibn Abi Shejbe nga Nafiu se Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu, kur ai një herë ishte në udhëtim, tha e thirrje ezanin në mjetin e udhëtimit të tij, por kur erdhi koha e ikametit, tha zbriti dhe e thirri ikametin, pra zbriti nga mjeti në këmbë për ta falur namazin e tij. Por gjitha këto i rrjedhin si meselen që spaku na pak a shumë duhet që të i përshkojmë dhe të dim në to se çka rrjedh, dhe një ashtu pastaj vjen që të dim se si qëndron dispozita o vëllezër për atë i cili nuk është në udhëtim, por e thirr ezanin hypur në mjetin e tij. A lejohet edhe si qëndron dispozita dhe vendimi i mendimit të dietarëve për atë i cili është në prezencë dhe nuk është udhëtar, që ta thirr në mjetin e udhëtimit të tij ezanin apo ikametin, dhe çka nëse zgjat ajo koha e thirrjes së ezanit, në mes thirrjes së ezanit dhe ikametit, edhe se si qëndron dispozita e thirrjes së ikametit duke ecur muezini në xhami. Këto janë disa mesele që na duhet dhe pak të bëjmë sabër dhe durim edhe ta përfundojmë këtë kapitull inshallah me lejen e Allahu xhelle xhelaluhu, duke shpresuar që Allahu xhelle xhelaluhu të na dhuron dituritë e dobishme edhe të na udhëzon në rrugën e praktikimit të sunetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në çdo çast dhe në çdo urdhër dhe në çdo moment të cilën neve na obligohet dhe na urdhërohet. Inshallah, pra takohemi në dersin e ardhshëm. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.